Dollari amerikan është fundosur përballë lekut. $1 po kombet aktualisht në kursin e këmbimit me 86.9 lekë, niveli më i ulët regjistruar në një dekadë. Kjo ka ardhur si pasojë e luftës tregtare të nisur nga presidenti amerikan Donald Trump, që ka dobësuar ndjeshëm dollarin amerikan në tregjet ndërkombëtare. Luhatje të forta janë përcjell edhe në vlerën e dollarit në tregjet ndërkombëtare, ku monedha amerikane zbriti në nivele më të ulët të regjistruar që prej vitit 2017. Lëvizjet e fundit të presidentit amerikan kanë krijuar pasiguri të mëdha në treg, ndërsa dobësimi i dollarit është një shenjë negative për investitorët ndërkombëtar, të cilët po e shohin këtë monedhë si të pasigurt për të ardhurat e tyre. Efektet e tarifave Trump, të cilat kanë ngjallur pasigurinë në ekonominë amerikane dhe frikë për recesion, ndërkohë që monedha kombëtare vjen të mbiçmohet kundrejt valutave të huaja. €1 po kombet aktualisht me 99 lekë, duke regjistruar nivelin më të ulët në një muaj. Sipas së Bankës së Shqipërisë, luhatjet e kursit të këmbimit pasqyrojnë rritjen e eksportit të shkëmbimeve të turizmit, rritje e cila ka sjellë edhe reduktimin e ndjeshëm të deficitit të llogarisë korrente në 2 vitet e fundit. Paralelisht me to, investimet e huaja direkte, të cilat përbëjnë burimin kryesor të financimit të deficitit korrent, ka vazhduar të rriten e madje në 2 vitet e fundit e kanë tejkaluar ndjeshëm këtë të fundit. Po ashtu, raporti i hyrjeve valutore nga investimet e huaja direkte ka gjeneruar një tepritje të vazhdueshme në tregun e brendshëm.